Dy të rinj janë arrestuar në Shkodër pasi u kapën në flagrancë duke transportuar kundrejt pagesës 15 emigrant nga vendet e Afrikës, të cilët dyshohet se synonin të kalonin ilegalisht kufirin drejt Malit të Zi. Shërbimet e Drejtorisë Vendore për Kufirin dhe Emigracionin në Shkodër, në vijim të kontrolleve intensive për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të dhënies ndihmë emigrantëve për kalim të paligjshëm të kufirit bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, organizuan dhe finalizuan operacionin e koduar Halfway. Si rezultati i operacionit u arrestuan shtetasit EA 22 vjeç dhe MF 19 vjeç, të dy banues në Fusharrës. Këta shtetas u kapën në flagrancë nga shërbimet e policisë kufitare në fshatin Vukpalaj, afër kufirit me Malin e Zi, duke transportuar me një automjet furgon 15 emigrant nga vendet e Afrikës që synonin të kalonin në mënyrë të paligjshme në territorin e Malit të Zi. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.